Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa tammu at-taslim ala khayri khalqillahi ajma'in. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falënderimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, në lavdatat, bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen, mbi shokët dhe gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Po vazhdojmë me tutje me pjesën e mbetur të emrit Allah Xhallahu Ala El-Azim. Dhe sikur që patëm rastin më herët të informohemi për kuptimin e drejtë të këtij emri dhe gjithashtu atë që ka të bëjë me madhërimin e Allahut Azza wa Jall. Përmendëm se Allahu Xhalla Xhelaluhu është ai vetmi që duhet ta madhrojnë zemrat tona, gjuhët tona, gjymtyrët tona, dhe kjo ndërtohet mbi 3 shtylla themelore sikur që kemi përmend, dhe për këtë Allahu Xhallahu Ala ka dëshmitar të shumët që dëshmojnë se ai është i vetmi që meriton të madhrohet dhe të adhurohet. Pas kësaj na mbetet që të vazhdojmë udhëtimin më tutje me pjesën e mbetur të kësaj ligjërate që ka të bëjë me disa udhëzime praktike dhe disa vepra të caktuara, të cilat nëse besimtari i kryen dhe kujdeset për to me lejen e Allahu Xhallahu Ala, ato do ta ushqejnë zemrën me madhërim të Allahut Azza wa Jall. Pra ne kuptuam se duhet Allahun të madhrojmë. Ne kuptuam se Allah është i vetmi që meriton të madhrohet. Ne kuptuam mbi çka ndërtohet. Mirë po, jo gjithmonë ne jemi në këtë pozitë. Jo gjithmonë neve na ndodh që ta madhrojmë Allahun xhallahu ala ashtu sikur që duhet. Prandaj duhet që të ndërmarrim disa hapa konkret, të mirëm me disa punë konkrete, praktike, të cilat me lejen e Allahu xhallahu ala nëse qëndrojmë to dhe jemi stabil dhe praktikojmë si duhet, domosdo do ta ushqejnë zemrën me madhrim të Allahu xhallahu xhelaluhu. Andaj dietarët kanë përmend disa prej këtyre veprave, do të mundohemi që t'i përmendim me lejen e Allahu xhallahu ala atë sa është e mundshme. Vepra e parë apo mjeti i parë, quajë se ta duash, që të ndihmon me lejen e Allahut azza wa jall, që zemra të ushqehet me madhrim ndaj tij. Tash, kur them madhrim ndaj tij, kemi çka në kupton madhrimin, nga se një ligjërat ishte e plot me këtë çështje. Kur themi se duhet Allahu të madhrohet, e kemi të qartë çfarë në kupton me këtë madhrim. Dhe mjeti i parë, po rruga e parë, apo vepra e parë që na shpije deri këtu, do të ndëruar është fuqia e njësimit të Allahut azza wa jall. Sa më fuqishëm ti arrin me konsideru Allahun xhallahu ala ose me besu në Allahun xhallahu ala se është një i vetmi, në ato çka duhet një i vetmi, gjitha këto të shpihen tek madhrimi i tij. Prandaj, kur bie fjala për udhëzimin, kur bie fjala për pastrimin e shpirtit, kur bie fjala për pastrimin e zemrës, kur bie fjala për largimin nga haramat, kur bie fjala për shumë gjëra, Allahu është i vetmi. Allahu është ai që ndihmon, Allahu është ai që bën. Përmendja shpesh te Allahu azza wa jall, apo dhe të kërkuarit e vazhdueshme ndihmës nga ana e tij, dhe të besuarit e vazhdueshëm se ai është një i vetmi në gjitha këto, padyshim se kjo një, Allah është një këto, Allah është i vetëm këto, Allah është i vetëm këto, kjo përsëritje e vazhdueshme dhe ky zbërthim i vazhdueshëm praktik i tauhidit tonë në jetën e përditshme, padyshim se do të ushqen zemrën me madhrim të Allahut azza wa jall. Nganjëherë na, për shembull, në kuadër të besimit në Allah xhallahu ala, wallahi kemi shumë pika që e bëjnë besimin tonë të posaçëm, të veçantë prej prezantimeve të shumta që njerëzit ja bëjnë besimin në Zotin e tyre në Allah. Prandaj veç me marr një ajet në Kur'an për shembull, ku Allahu xhallahu ala thotë la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Kjo është pjesë e tauhidit, se ai nuk pyetet për çfarë bën, ndërsa të gjithë ata pyeten. S'ka krijesë në tokë edhe në qiell që nuk pyetet pse. I vetmi, shikoj tash, një dhe i vetmi, që është pjesë e tauhidit, një dhe i vetmi është Allahu. Sa më fuqishëm na e kultivojmë këtë, një i vetmi, veç ai zvetet, veç atë askush nuk e pyet, dhe nuk ka drejt me e pyet, askush, të gjithë pyeten. Trokitja e zemrës me këtë realitet, goditja e zemrës me fuqinë e këtij besimi, domosdo do të mbjellë në zemrën tonë madhrimin te Allahu xhallahu xhelaluhu. I vetmi i cili dërgon pejgamber dhe i vetmi që autorizon njerëz të flasin në emër të tij është Allahu. I vetmi i cili e zbet rrezikun, i vetmi i cili ka jetën dorë, i vetmi i cili ka vdekjen tonë
në dorën e tij, i vetmi, sa më shumë kësi i vetmi, i përsit gjatë ditës tënde, apo aq më tepër me lejen e Allah xhallahu ala do të hapën rrugët për të mbjell madhrimi i Allah xhallahu xhelaluhu në zemrën e njeriut. Andaj çfarë Ibn Qayyim rahimahullah thot hadhihi al-manzila, kjo pozita e madhrimit të Allah xhallahu ala, kjo është pozicion që pe ti dush me pa diçka, që nuk e sheh pa hyrë pa qenë alta ton. Në sa kuptime, sa përjetime, nuk ka mundësi njeriu me i kuptua as me ndjes, është e pamundshme. Në qoftë se nuk është duke i përjetuar ose duke i kuptuar nga pozita e madhrimit të Allah xhallahu ala. Sikur që kemi përmend. A është njëjtë, e kemi një pamje përpara, e bukur shumë, dhe është jorse shumë, dhe është e këndshme shumë, por është një ndërtesë 4-4 përpara. Ai që është në katë parë, a shen njëjtë këtë pamje të bukur si është ai që është në 4-15? S'është e mundshme. Po pse ai 4-15 i ka syt ma, domthon, ma të shëndosh dhe shen ma mirë se ky poshtë, jo ka mundsi ky poshtë syt i ka ma të mira. E çfarë bën pra ato nalt me pa ma mirë se ky poshtë? Pozita e tij atë. Pozicioni ka ma të mirë. Andaj sot edhe kur shiten shtëpia, pozitën nëse ka me në vend caktuar, mashtrojt shkon. Çaj e njëjta, apo e njëjtë, ndoshta është hapësira e njëjtë, ndërtimi, po që kjo është në këtë rrugë, kjo është në këtë rrugë. Kjo ka pamjen kësaj, kjo ka pamjen kësaj. Për shkak të pozitë të pamjes, ndron çmimi jote. Andaj aty pozita jote, që ti prej asaj pozite, do më pa disa kuptime, do më ndi disa përjetime që njerëzit kanë kallëzuar se ndihet kjo. Kjo e kena në këtë botë. Apo nuk mundën nga karrika ku i. Edhe ato më ulë që s'është. Disa përjetime që i kanë ndi për shembull selefi. Wallahi me ulë ata në karrikën tonë se shohin. Nuk është e mundshme. Ka se pe kësaj gjendje me përjetua çka ai ka përjetuar është e pamundshme. E vetmja që na mundson të përjetojmë atë çka ata kanë përjetuar dhe ta ndijmë atë çka ata e kanë ndier, ta ndrojmë pozitën. Ndrojmë pozitën se pe kësaj ja përshëti s'po shkon kështu. Sunë shek kështu. Edhe 100 vjet Allah ju më të jap. Në çit pozitë më net, pa lëviz, kurrë s'kemë pa kurrë apo. Është e mundshme. Asë nuk varet kjo me vjet. Sikur se çështë ndërtesë apo. Unë po rri këtu se mas 2 vjetë, 2 vjet me kështu ndërtesë, mas 2 vjetë sy deportojnë aton. Edhe 200 vjet me të jap Allah, s'deporton kurrë aton, s'e. E vetmja mënyrë për me u kënaq me pretimin është ndroj pozitën. Prandaj mbrana të tauhidit ton ka elemente të shumta, ka njësi të panumërta që na i kena besuar ato, i kena nënshkruar, po janë të papërdorshme, që duhet me i nxjerr pe marrëveshje dhe me i përdor ditë për ditë, që pjesë të kësaj marrëveshje, këtij komunikimi mes ne me Allah xhallahu ala të jenë aktive, të jenë me ndikim në ngritjen tonë këtë pozitë. Andaj kush mund me të lëviz nga pozicioni më mirë se, kush ka fuqi më të madhe me të lëviz nga prangat e dunjas që të kanë lidh poshtë, në katë parë po të lojnë, madje në katën përdhes, madje dikush hala në podrum është. E dikush është sikur se me kon në horizontin e 7-8 me tokë atje. Ai as dritën se shaj, lëmë diçka më tepër. Çfarë fuqie duhet të më çit për jashtë? S'ka kush lëviz vallahi këtë zemër ndryshe pas besimit në Allah xhallahu ala. Andaj goditë këtë zemër me besim. Ki besun këta, ajo është i vetmi, ajo është i vetmi, ajo është i vetmi, ajo është i vetmi, sa më tepër i vetmi, apo s'ka çare pa udhëz zemra. Apo se e shtyn, s'ka çare pa udhëz. Dhe s'ka çare. Nga se ata që e kanë shtyr me tauhid, ju ka udhëz ato. Andaj ne duhet të bëjmë ashtu një. E bën çdo njëra shtyn. Veç me Allah është i vetmi që merrton të adhurohet, ne shtyme. Edhe leç ashtu tani mo. Shkan bëha kja sa sillet rrota një 2-3 herë edhe nalët. E duhet me shtyr këtë zemër vazhdimisht me tauhid. Sa më tepër. Prandaj a thotë Ibn Qayyim hadhihi al-manzila. Kjo pozitë, nga sa është pozicion tabi'a lil ma'rifa. Kjo pozitë ndërtohet me diçka. Ose domthon kati i 10, mos me kon kati i 9 të 10 zboti 10. Apo kati i 10, mos me kon kati i 9, i 8, i 7, cili ka të bot? I 6. 4 bën më poshtë më herë apo. Po kati i 10 është i 10 për shkak se 9 është i 9, e 9 është i 8 apo. E mirë, pozicioni i madhrimit të Allah xhallahu ala, që ne përmes tij po dëna me pa
diçka, më na u shfaq do kuptime, me përjetu disa ndjenja të adhurimit, të kënaqësisë, të lumturisë, në adhurimin që Allahu xhalla xhelalu, Hadh ibn Qayyim rahimullah, këtë katët e tjera janë ma'rife, njohja e Allahut azza xhalla. Që është pjesë e besimit ton. Prandaj madhërimi i Allahut xhalla ora ndërtohet mbi njohjen ndaj tij. Sa më tepër e një, aq më tepër shtohen vetëm një është. Sa më pak e një, nuk e din sa janë. Të përcjellën këra thon. Nuk mund me dhur fuqishëm ato që tan illa. Ai të shiti shkon tu do psuar. Andaj njohja e Allahut xhalla ora, si thot Ibn Qayyim rahimullah, fala qadri al-ma'rifa yakunu ta'dhimu ar-rabbi ta'ala fi al-qalb. Aq sa njeri ka njohjen e Allahut xhalla ora, aq edhe e madhron Allahu xhalla ora. Dhe kjo më kuptu se, do të thonë, një njeri që me veprat e tij, një njeri që me gjuhën e tij, një njeri që me çdo gjë që e ka vetëm, nuk reflekton madhrim ndaj Allahut azza xhall. E nënçmon dhe e përbuz shikimin e Allahut, ndëgjimin e Allahut, bën vepra se si ka gale për këtë punë, apo kjo më kuptu se ky s'e një Allahu xhalla ora. Ky din boki. Na dim se ekziston Allahu xhalla ora. Kjo është dije, po njohje nuk është ato. Ti se një. Për shembull, a din ti se ekziston çka po ose pesha, po e një kush është kjo është një. Me ditë se është, dallon rrënsisht për me njohët. Apo? Se dija, as nuk t'jep dashuri, as nuk t'jep urrëtie. E di që ka ky, di, të bën indiferent çka më e keqja. Shumë i ftoft. Besim i akullt, kur fardikimi s'ka, guri. Ama sa ma shumë të një, a s'pëdim kështë kjo? A s'pë një, kjo është taj që ka bo, kështu të ka bo, kështu. Sa ma shumë të shfaqit, ka bo, do ma zdati, vetë ju, pa dasht, fillan me dasht këtë njëre. E po qështu du të më bajt, pejt dijes në njohje, me njoftë Allah në gjellë e wala, që këtë besim, a din kështë Allah, a i që ta ka falë babën, a babën tamë, a i që këtë ta ka lonë. Aja që e ta ka në nonën, po atani aja është që për këtë 2 vjet ka bo ty. Krejt që të Allah i ka bo, po. Ha pëtë mësë me dasht. Kjo është smuj, kjo nuk ka mirë kjo. Pas ta i janë me numru, Allah është i vetme që këto ma ka vonë. E Allah është i vetme që këto ma ka vonë. Që ta është, aja është i vetme që është të më bikëqyrë. Aja është i vetme që për me jap oksigenin. Aja është i vetme që për më kujtis për zemrën tam. Sa ma shumë i vetme. Kjo është trokitja në zemrë. I vetme një goditje. Para na 200 i vetëm ditje, zemrës mi thonë i vetëm edhe. Ati që të më thonë, për 1 vjet e 2 vjet, ditë për ditë me ka 200 herë me godit, me i vetëmi. Ama me njohje, e një i vetëmi këtu, i vetëmi që është shekur, i vetëmi që është alim, i vetëmi që është hakim, i vetëmi që është khalik, i vetëmi. S'ka qare pa livi zemra. Nuk ka qare, se zemra është kriju për që të punë e ka zemra. Andaj, sikurse kjerë, këtë në regullë, po? A maru kjerë i meneta me ecë. A i në parkik në rënë kur ki punë, a i nëse se ka mund me ecë, lo. A është normal. Kjerë këtë në regullë, edhe që të me zinë secë. Nuk ka, jo, se a ju maru për me ecë. Edhe kjo zemër o maru për me shku të ka Allah Gjelle Ola. Kjo zemër roli sa është me dashtë Allah Gjelle Ola. Kjo të qka s'din me bo. Nuk din kjo zemër me bo të qka pas me dashtë Allah Gjelle Ola. Nuk din diçka tjetër pas me madnua. E s'pe madnan, po ti se ka aktivizu me qërë duhet. E ke angazhu me diçka tjetër. Sikurse një në kësaj bote. Meri shembët e kësaj bote e kupton dhe këtë. E mora shembull kjerën, apo? Ose një njëri për shembull e ka banesën e vetë në katin e 8, apo? Edhe i ka 3 dhoma. 2 dhoma do mi bo ahër për lëp edhe për dhij. Edhe ty i qutë të letë, që e thë, Allah, kësë maru për ahër, kësë maru, në regull, hajvani dhe me respektu, me ushqyje kise hapë, po t'i kënë të tërë, nuk quët lëpan ka të tëtë, Allah. Që në duke të po keshë me hera, po, sa na i qëmë dhe lëp, dikun të kus duhet, apo në zemër tonë, po sa është kjo zemër këtë punë, Allah? Se ka maru Allah këtë zemër ti me që ka, së ngrejët ka kjo. Kjo ka venim dikun tjetër. Kjo zemër sa është për këtë punë? Andaj angazhimi zemrës ma që si për këtë, ma ato që ka së shkryu për te, e lodhë, tani kur vjen fjalla, normal, do me pru, ke 2 sobe i ke bo ahër, të labet do me thimë musafir, po s'hinë ata të mëna, jo Allah,
Pas nuk hihet. Edhe pse ahri lëbë është i pastër, i deleve është i pastër. Apo bën mu fal, në ahër deleve bën mu fal. Se nuk është aja ndytësin, para na, edhe sërrijet. Hajtë dikush me thirë të ndrek, ta ka shtu të vëllinë në ahër të lëbë, bëpëtën. A moj hanë buk? Nuk mundësh, Allah, nuk mundësh. Bukën së në hanë, gjysë ore së në rënë, bëpëtën. E ku po dënë këtu në këtë ahër, këtu që qka s'kena vendosë, Allah më sa era i vjen për gjinave e për më tjera, e dënë me pru besimin e Allah në me e të rahat, pas rëna i këto, nuk rëna i, bile që të erë heqja, që kjo është që të në bëhën. E goditje vazhdushme, i vetmi, besimin e Allah në gjellëvala është aqe, e leviz këtë zemrë në drejtimin e duhur. Tjetra që në mundësën që vepër e caktuar, mjeti caktuar që me lejnë Allah gjellëvala, në mundësën që këto zemrë të mëdhërën Allah gjellëvala është meditimi i Kur'anit, fjallës Allahut Azza wa Jall. Nga se nuk e ngjall këtë zemrë, Allah i asgjë, sikur se fjallë Allahut Azza wa Jall. Kuptimi i letë e asaj që Allahu ka thonë, meditimi rreth ajetet, edhe këta që ka të bëjë me meditimin që kemi folë disa herë për këtë meditim. Edhe pse, normalisht, zbërthimi praktik i kësaj ka nëjë përsërim e shtesë. Por me gjithat, në qofë se mirim me atë sa e dim, me lejnë Allah Gjellewala, nuk do të mbetet zemra indiferente për balla asaj që na e ushqime librin e Allah Gjellewala. Prandaj, kur flet Allah Gjellewala për Kur'anin në surën e Zumar, në ajetin 23. Në gjënë e këta që ka thot Allah Gjellewala në surën e Zumar, në ajetin 23, e pastaj ta krahasojmë këtë ajet me zemrën tonë. Allah Gjellewala thot, Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah. Allahu nazzala ahsana al-hadithi kitaban mutashabihan. Allahu është ai që e ka zbrit librin më të mirë. Mutashabihan, mutashabih me thani, ka tefsir gjonë për këtë, por në kodrët për këthimit është se ajeti i ngjon ajetet. Subhanallah, ti lexon Kur'anin dhe sheh se çysh një ajet përplotson tjetrin. Absolutisht nuk çon kundërshtim edhe në kontradikt Kur'anit, por shkon tu plotsu. Për shembull, jetë tu lexu për jetën e Musës në Kur'an atë. Subhanallah, çdo vend ku Allah ka fol për të, është se po të plotësohet tregimi, po të çerçohet pamja, apo po të çerçohet tregimi që Allah xhallahu ka fol për të. Po bësh ka herë bosh si më kon pjesë e zhvillimit që kanë në kohën e tij. Që kjo mutashabi. Një ajet i përngjon tjetrit. Të gjitha ajetet e Kuranit, apo atë që ngjajshëm mes vetë sa që thosh veç për Allahut është kjo. Sigurisht, për shembull, 4-5 vllazniq që ngjajnë vetes një tjetër shumë apo thonë që ta krejt djemt të qytetin apo. Se i përngjojnë shumë. Andaj kjo është e ngjashmëria e ajeteve kuranore që të gjitha së bashku na drejtojnë në burimin e këtij Kurani, që është fjala e Allahut, që është Allahu xhalla xhelalu. Mirë, kur na kuptojmë se është për Allahut, tash mediton, e lexon Kur'an, Allah e ka dërguar këtë. Pse Allah më ka dërguar këtë Kur'an? Unë më pështu, unë më udhëzu. Nëse praktikoj këtë Kur'an, çka ndodh? Ky meditim, shikoj tash e hi në botën e meditimit, po ti e të menu, hala pa e qel. Kush e ka dërguar këtë Kur'an? Allahu. Allahu azh ai që ka kriju këtë botën, po, ai që ai opet e tawhid, po tash në raport me Kur'anin. Allahu thot kush e kupton këtë drejt se Kur'ani është i zbritur nga Allahu xhallahu ala taqsha'irru minhu juludu alladhina yakhshawna rabbahum, i rënqethen lëkurat atyre që janë të përulur ndaj Zotit. Don reagimi i parë është një ndjenjë këtë pa kur dikush ta ka thënë në rast më shumë thosh lëkura morçeta. Apo çka kanë dikush ose në rast preks dikur për shembull që kanë imu dikujt ju ka gjetë lëkura të cilët nga përjetimi i asaj që po ndëgjon. E po çështu të është edhe kur të ndëgjosh fjalën Allahu xhallahu ala me zemër të shëndosh. Rënqidhe lëkura thumma talinu qulubuhum. Thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah.
pastaj edhe zemrat e tyre, madje edhe lëkurat e tyre, edhe tërë trupi adaptohet për mendjes së Allahut azza wa jalla. Këna për shembull a ke pa kur don për shembull këtë me marrë. Është një copë plastike, hekër, çka dush thuaj apo, është në formë në ngurt. Në formë në ngurt. Kur në formë në ngurt, nuk mund me përdor me një vend që po të vyn. Nuk mundesh. Sa e ngurt me ngurt shkon. I ngurti me ngurt nuk shkon. E çka bën? E shkrin këtë parën, bëhet si ujë tani ku dush e çeta. Andaj si pasojë gjunohave, si pasojë mos meditimit, si pasojë shumë problemeve tona, është bë e ngurt qenia jonë. Apo? E ngurt. Lëkura është e ngurt. Ata e ke pa për shembull kur diçka është e ngurt, e ngrit. Do të më me dash me tërheq kputar. Ata për shembull kur lidh një namaz, me kon lëkura e ngurt, si bjen tamam që duket si po ngre diçka. Duhet të linu gjuluduhum, muzbut, apo me kon lëkura e përshtatshme, qysh të ngresh dorën, qysh të ngresh kokën, e kështu me radhë, është e përshtatshme se ka mjaft që ti përshtat aso që po kërkohet për të aftë. Andaj i zbuten gjymtyrët e tyre, i zbuten lëkurat e tyre, i zbuten zemrat e tyre në përmendjen e Allahut azza xhela. Përmes çka vetë kjo ka ndodhur? Përmes fjalës së Allahut azza xhela. Ndajani çka thot Ibn Qayyim rahimahullah. Falejse shejun anfa'u lil abdi, nuk ka gjë më dobishme për njeriu në jetën e tij në këtë botë e as në ahiret dhe më të sigurt për shpëtimin e tij. Kjo është konkluzia e Ibn Qayyimit rahimahullah. S'ka më të mirë në dynjë as në ahiret, as më e sigurt dhe më garanc për shpëtim se sa tadabburul Kur'an. Mendimi i Kur'anit o itlaqu ta'ammuli fi, edhe që të lëshosh mendimin të duke medituar rreth fjalës së Allahut azza wa jalla. Thot nga se nëse e përmbledh veten tënde, jo shpërndam, lexon Kur'an, e përmbledh veten tënde rreth një sasi të caktuar ajetesh. Atëherë thot Ibn Qayyim rahimullah, fa inna tutli'u al-'abda ala ma'alim al-khair wa sharri bihadha firiha. Nëse njeriu mediton rreth Kur'anit, thot Ibn Qayyim rahimullah, kjo do t'ja prezanton komplet pa asnjë përjashtim, tërë të mirën edhe tërë të keqen. Kurani mëson krejt çka është e mirë, por për aq sa mediton rreth tij. Kurani të mëson krejt çka është e keqe, por për aq sa e mediton rreth tij. Për shembull, sa herë e lexojmë ditje kul a'udhu bi rabbil falaq. Nëse pasojmë sunetin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, apo na bie që 3 herë dhikri i sabahit, edhe 3 herë mas namaz sabah 6 herë. Ndrek 1 herë, në kindi 1 herë bojnë 8 herë. Pastaj dhikri i akşamit 3 herë bojnë 8 edhe 3 bojnë 11, apo? Edhe mas akşamit si lidhet me namazin e akşamit bojnë 14. Edhe mas namazit 15 herë nditje. Njëri thot o min sharri hasidin idha hasad. 15 herë nditje. Thash kjo është minimumi i pasimit të sunetit. E në që se tani edhe vetë jaknon në herë ka pak, ose në qëka të në kërësurja, 15 herë në ditë e dhush, o min sharri hasidin idha hasad. Allahu po thotë se hasedi është shërë, edhe që është i keqë, sa që duesh 15 herë në ditë, Allah më ndërrujnë për shirë e ty në ato. Qysh komë si njëri 15 herë në ditë, e thotë Allahot, apo, o Allah, rujën për shambull, o Zot, rujën për hajnisë. Pëse hajnia hasetin dalojnë. Apo, nuk të banë dëmë hali, sot të banë hasegjiu. Për shambull konkret, a ka mësë njëri 15 herë në o Allah, të lutna, mos të mundë së me vjetë. E pas taj me dëshirë, pa dhunë, pa kur është kanë vjetë. A është normal që njëre. Kjo se ka për një me, ja nuk ka të di që ka të ripë. Kjo kujton, o Zot, rrujë mësë më bëhajnë, kujton që mësë më bë vrasës, se që më të lutë për hajni. Kjo se ka qartë që ka të lutë, apo ose ka për një me ju ka bu fjallë goje. Ama është të mësh më njërë me min sharri hasidin idha hasad. O Allah, rujëm nga e keqe hasedjiut kur bën hased, apo 15 henditje lutë Allahun me rujt nga e keqe e tjerve, nësa 15 henditje bën hased dikon të tërë. A është të mundës me kjo punë? Pse vjen kjo? Allah veç pasoj mungesës, në alë Allah.
Unë për lipi për Allah, ose për lipi për Allah të zhjel, sikur se kemë rënë. Ihdina sirata mustaqim. E nalë në me ndu në ditja, të tush minimum e 17 herë ditja, ihdina sirata mustaqim. Më nalë në ihdina sirata mustaqim. Qëka jam të lipën Allah? Qëka jam të hunë? O Zot, u zëmë në rrugën e drejtë. E ka i bjen rrugë e drejtë? Pa i bjen qësajt. E që po lipë këtë pra? Nuk bashkë, të hëllë Allah, kështë që ja e të lipë në mena. Andaj, mungesa e meditimit edhe kërkesët i ka bërë të fëtëfta. Akull. Subhanallah, gjennetin që njerëgjën shkri për ta e lipë si me lipë në bardakuja. Allah, bardakun nuk i ka lipë ma me jushë me bëmë me kapletja, a monit ku një bardakut. Bële pak ma me. Ashtë si kur së thënë të një Shqe Muhammed se një Jakube thënë të me ligjerat, ka pa njerëz duke bërhorit për ekipin e tyne të preferuar të futbollit apo. Edhe si e lutë në Allah në gjellë, o Zot, një mëj Zot, vallaj, që kështu me lupë gjenetin Allah jo kështë jepë. Ka herë dhe njerëz nuk e lipë në pellat udhëzimin me ëndje, me emocione, me meditim, nuk e lipin, që është lipë ka herë apëton gjënën ma të thjesht, ma të pavleshmit në kësaj botë. Edhe pasatët, e pëse dëshysh s'pëndreqëm në apëton. Po a jetu li për një me drejqa jave që tu ka bo? Wallahi, nështë mos me konë obligim me kënu fati janë, platë të se këshin këshu në heqë. Qa që si banë për të behidin e sratë më së të kimë. Mos me konë që duhet me kënu, as fati si këshnu apën. Me mund me quve që me subhanë Allah, me diqka, me që taj këshu namazin. E ku mu uzu kjo Allah? Qysh për lip, ihdina siratal mustaqim, a nuk jetu di që ka po lip, nuk përdin ku je, ka po da me shku, nuk e din çmimin e kësaj kërkese, a je gati me pagu Allah këtë çmim? Ti apo lip me duzu, po, e pak si të prek një thirë, po më dha, kjo ka një çmim kjo rrugë. As nuk është i gatshëm me pagu çmimin, as nuk është i gatshëm me dhon mundin sa duhet, as nuk është i gatshëm me u rreshtu ku duhet, as nuk është i gatshëm me ngu ç'sh duhet për më udhëzu, krejtës është i gatshëm e don më udhëzu. E ka Allah. Sikurse thot poeti arab se anija në thot nuk shkon. Na platë nga qitë anijen tonë e utuzimit në zallë. Edhe ty është ty i në lodhë. Po si e në zallë këtë i veshtim badi hava, dhe me qitë nujt anije të zvetaja. Prandaj udhëzimi do të më konë dhe të më caktumë, dhe me kuptu njëri ka me shku, e së lirshëm pastaj. I po kush të sjellë të punë? Meditimi i Kuranit. Ajeti Allah xhalla xhelalu. E lyp xhenetin Allahu ta xhel, ndërsa kur vjen te cilësitë e banorëve të xhenetit ka person si shpejt. Të ndalë që ti po lip më shku ku në shku çta njerëz. Allah po çta janë shku me çto punë. Po ndalë më Allah, mediton një javë ditë medita veç për një cilësi xhenet liva. Pse janë shku? Çush më bu me shku çatje? Allahu xhallahu përmend në Kur'an shumë vende cilësitë e banorëve të zjarrit. Hallallah një ajet, ship s'ka banoj ibn Kathiri. Një ajet i qartë shumë. I qartë shumë. Ma salakakum fi saqar. Banorët e xhenetit pyetin banorët e xhenemit. Pse jeni në xhenem jo Allah? Shumë që para në Allah xhen ta ka shpjeguar një ngjarje pa ndodhur. Çu do të jetë? Ma salakakum fi saqar. Çka ju ka sjellë në saqar në xhenem? Qalu lam nakun min al-musallin. Se falshëm namazin apo. Prandaj meditimi i Kuranit e shton madhrimin e Allahut te xhenem. Çka po lipti? Unë po lip jo Allah më mozu. A ka mundsi dikush tjetër posti jo veç ai ndosh. A nuk ka kë madhrim? Veç ai më uzon. Po lip Allah me trupin e të keq. A ka mundsi dikush me trupin e të keq pas sallat? Jo, s'ka mundsi. Andaj meditimi i tërë kësaj që ti e kërkon, njohja e Harit, njohja e shirrit që është përmend në Kur'an, padyshim se bën që muslimani me madhnu Allahun xhalla xhelaluhu. Ose sikur se ka thënë Allah xhalla wala në surën Al-Hashr në ajetin 21. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. Po t'ja keshëm zbrit këtë Kur'an kodrave, bjeshkve, Himalajeve, Alpeve, bjeshkve të namuna, që mi pas mund për lartësisht, apo? Atyne mi ja pas zbrit surën Fatiha. Qëka keshë me ndodhë? Ta shparamnat ti po këshyr, apo? Një pesh e ronë po bjen me një objekt. Po dënë me e shiku efektin e kësaj bare mbi një trup.
Eksperiment, fizikantat bojnë, apo ndikimi I peshës së këtij trupi mbi këtë trup. Çfarë po ndikon? E nxirrin rezultatet apo. Allahu po thotë që po usillim një mostër të peshës së Kur'anit. Në qoftë se këtë Kur'an I azbresim kujna, kodrave, s'ka thonë kodrinave, loginave, kodrave, përfshin këtë kodrat e dunjas, bjesht, malet, qka do ndodhte? Mere këtë pamje dhe bëne në ingjizim të ngadalsuar. Ka po kur dëmi po të detale, e bëne në ingjizim të ngadalsuar. Gjithdo detal me mosmetik. Nëse prezentimi I ngjarjes në sekondat normal, t'ikin shumë sekuenca, shumë detale t'ikin, së një shë. Andaj ata kur dëmi me këqyrë qka ka ndodhë, kush qka ka bo, e bëne me ingjizim të ngadalsuar. Andaj mere ajetin edhe përcille me ingjizim të ngadalsuar. Paramendaje kodrën e madhe në këtë dunja. Paramendaje bjesht e nemuna, që I ki përrath I shumë, ose paramendaje Himalajat, ose paramendaje një bjesht madhe në boqër. Para sa është e madhe, edhe para të është ka I vjen surja Fatiha kësajpër. Edhe si po e prek surja, nëzimin ngadalsuar të ati, ka dalë menat, si po e prek surja Fatiha majet e kësaj, lera ejte, e shë. Allah, lera ejte, dhe ti e shë. Këtë kodrë, khashian, mas pari, kjo kodrë fillan mu përull, nga madhnimi I ajetit, pastaj nuk e duran përullin mu të saddian, edhe për njerë është përthan. Min khashjetillah, nga frika për Allah Gjallahu Ala, guri, që kjo është inximi nga dalsum, I prekës së Kur'anit me një objekt të ngurt, që është kodra, mali, bjeshka, kështë më radhë. E tani kër e ke këqyr këtë ingjizim, apo, tash do me bo këtë eksperiment me bjeshkën tone, se edhe kjo është guri. Apo, edhe mera e qëtë të apo e shë khashjen, Allah po të kodrët bo të khashjen, e pe, ti e pe, në inzim të galazum, ti e pe, kodrën të u përull. Po në spesh, ja, e pe, se Allah po, ti dush me pa. Apo mu të saddian, apo që tanë përpora dhe formulimi, mu të saddian, qaq theje dhe shpërthan që grim, cop nuk jetë kodrës, apo. Nga surja Fatiha. E merë Fatiha në ti dhe qëtë është në bjeshkën e alpeve tuja këto, apë që qësë ka këto, të li farë gjallesë, të li farë e gërsine, të li farë ariju, të li farë ujku, qëka s'ka këto? Qëka s'ka këto, se njeri merë pejtësivit, për shambull, lakmiqari, e ka I dhelë për këto, apo a I tjetëre ka I uj këto, a I tjetëre ka I arushtu, gjithë s'ka ka këto, në këtë kodër, edhe dhe me ashu surën Fatiha. Ta është të e prejkë surja Fatiha zamrën, a peshe khash janë, a peshe ke zamrën që përshkën kapa këtë unë që kujtë për Allah, së është më e naltë, a pe vrenë. Po meditaj që të përcille, banë kësi ingjizime, apo dhe kësi përcille me ingjizime të ngadalsuara, të ndikimit të Kuranit. Këtu provat vazhdushme, këtu meditimet vazhdushme, me lejnë Allah Gjallahu Ala, dhe ta ushqenë zemrën me dhim të Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, aja që ushqenë zemrën me dhim të Allah Gjallahu Ala është, si kurse, thët Ibn Qayyim rahimullah, të udhëtuarit në botën e begative. Apo? Të udhëtuarit në botën e begative. Sa begati Allah në I ka dhonë. Thët Ibn Qayyim rahimullah, fëgjedirun bimen lehu musketun min akl. Thët është shumë normale. Allah I ka erë ta dë normale të tyne, tani, ku s'pëna bin të aman, shumë problem për botën. Ai pat, Ibn Qayyim rahimullah për është shumë normale është, që kush ka një troh men, musketun min akl, një troh men, nëse ka akl, që këtë troh e menës, jo shumë me koni meqëm, zut me koni, pak veç me koni meqëm, është normal që kjo menquri që e ka këj, qoftë të sot troha vogël, me e shty njëri me udhtu në botën e begative, duke e përsërit për mendin e tyne. Dhe kjo përsëritje dhe kjo meditim e ndalë para zë begatia, pse këto Allah ka qu? Pse kjo begati? Apo, qka kështë me ndonë më se shkon kjo apëta? Meditimi I kësaj e ushqen zemë më dhërim dhe Allah Gjallahu Ala. Shiko që s'ka kompletu Allah Gjallahu Ala. I fundit që ka ardhur në botë është Ademi alayhis salam. I fundit. Para mendoj për shembull
me pa orë njërin këtë botë, apo edhe vjen njërin këtë botë, më pret tash rëna veç me ujë se oksigen s'kone dhe të bim. A kish me pasin këtë botë? Ose mu kriju njëri, edhe me thonë njëre pa zemër është, mase 3 veti e bim, se s'kone jetë. A kish mujtë? Po shetit në për to, nalët e kjo begati. Qëka kështë e bu mësë me pasën? E qëka kështë e po mësë me konë kjo? E qëka kështë me ndonë mësë me konë kjo? E si të të ishte jeta pa këtë? Gjitha këtu Allah Gjellera i ka po me bëllët. Aja që ka njëriut i duhet për jetë se ka rënë Allah në dorë për kujtëm. E ka mora i në dorë vetë. Ndërsa edhe e ka bëth shpërndar më të madhe në hapsirë. Për shembull, a i duhet njëri ma shumë uji a ari? Që i duhet njëri ma shumë? Më mirë gjallë, cëla i duhet? A mund me rënë njëri jetë, rënan, kur dukat s'ka po? A rënan? Rënan. A mund me jetu njëri që kur uj s'ka po, s'ka pi? Ja, nuk mund thamë. Mirë. A është kjo e qartë po? Në natyrë, qka është ma letë me gjithë? Uja dukat? Uja, thëmë. Mirë, qka ka ma shumë këtë botë? Uja dukat. Uj ka ma shumë. Pse duhet ma shumë. Meditimi i kësaj, jam e kutu që, Allah akbar. Sa i mëdhësh është Allah Gjellera. Wallahi qëre, me pakon e kundërta. Me pas dukat, sa ka uj, edhe uj sa ka dukat, a të kishvit dukati? Jo, Allah, thëmë. Jo, nuk të kishvit kur gjëheq. Andaj këtë regullim që Allah Gjellera ka bo. Apo, ato që ka duhet shumë është me bollëk edhe është falë. Dërsa ata që ka është për lukë se ka botë sretë dhe të rallë, këndarje me zbegative, a nuk bëm për shtypje heq? Wallahi pa dushim se po. Pastaj, që ka formën, begatia është forma fizike që Allah të ka kryu në ta. Qëfar jetë dhe të ishte, për shembull, nëse kishëm me konë, pa tha me jesë ndryshe, në dura, në komë, problem, shumë gjëra s'ke mujt me kry. Andaj gjitha këto thot me kemi e nalë njërë, nalu këtu me naje, kush ta kap këtë? Ky meditim dhe kjo shetitje në botë në begative, që duhet një të ketë seansa ditore, apo ku e trajton vetën e ti, si të smutin, ka seansë si smutin, ditë për ditë me qumë me dhonë injekcion të duhet me dhonë, se nëse se që një ditë, do pësotaj. Andaj na kemi seansa të përditshme ditore, që dalim me shetitë. A i del me shetit në komë, se s'ka qare pa marë ajrë të pastër, e ti s'ki qare pa shetit në botë në begative, për tidh oksigen të pastër që e pastron këtë zamër, dhe i alirën rrugën madhnimin dhe Allah Gjellera Gjellalu. Pre asaj që, pa dushim, e mbjell madhnimin dhe Allah Gjellera në zemrat tona, dhe bën që të madhrojët Allah të bare këtara, në kuptimin që e ka më është, madhrimi i urën dhe indalesës, që se kemë përmanë. Madhrimi i urën dhe indalesës. Kësë Allah Gjellera thot, dhalike, wa men ju adhim sha'air Allah, fa innaha min taqwa al-qulub. Kush i madhran simbolet e Allahut. Allah ka vendos shenja këtë dunja. I ka do shenja. Namazë është shenjë. Apo dhe zinaja është shenjë. Namazët është shenjë që i kalëzën, jenë nudhë taman. Jetë të shku që është duhet. Zinaja është shenjë që ka të zënë edhe pak e tani bjenë shumë poshtë atje. Sënë pështën. Në këtë këtu në shenja që Allah i ka vendosë. Respektimi i këtu në shenjave, madhrimi i këtu në shenjave, Allah o thëtë është shenjë e qkafit e madhnimit të Allah në zemërat. Dhe vëshmërisë. Përndaj e gjonë se lefin, kanë madhnu urdhën në qatë shumë, sa që madhrimi i urdhënit nuk është ndalë vetëm tek limitet e obligueshmërisë. Por ka të i kalu dhe të ato që është e pëlqyshme, e kanë trajtu një si kurse me konë obligushme. Nga madhnimi Allah të zogjen. Ati si ka po përshtypje, dhe i ku e kanë farzë. Po krejt që ka arë për Allah Gjellera, që ka për me këturën, edhe ato që në mu baja, më stë habë, krejt përfshien që të madhne madhë. Tek ndalesat. Inin ulemat nga njëre, duke e nëzirë atë zërën e brendshëm, që shpesher nuk e ndëgjën askush, pos a i vetë ndëgjën, po kërë i shpërthen këzë i brendshëm, duke i ndëgju se
me çfarë shprehje ata ose e përshkruajnë ndjenjen e rënd që e përjetojnë nga përhapja e haramit apo nga veprimin e të keq apo s'e shohin, s'e përballojnë. Prandaj normalizimi i të këqijave në mes të muslimanëve është ai e mungesës së madhënimit të Allahu xhalla xhelalu. Nuk është normal me qarkullu mes muslimanëve. Allah ka bëu haram gibetin, për shembull. Edhe konsumohet normal të muslimanët. Kush as zemra si dridhet, as syni çerpiku si lëviz, ta gibet që është aftë. Po them që njëri me nal është vetë, s'u nal është s'ka fuqi ekzekutive. Mirë po as dëm zemra Allah ton ky shërç që përhapa. As dëm zemra ton ky përçara mes muslimanëve. A dëmnera, a të prishet disponimin në herë për tërkët që po ndodh mes të njerëzve. Kjo është mungesë e madhënimit të Allahu xhallahu ala. Prandaj pe madhënimit të Allahu xhallahu ala thash është madhërimi unit dhe i ndalesave. Thotë njëri prej selefit kam qenë duke ecë me Ziyad ibn Jarir. Ka qenë prej ulemave të hershëm të selefit, ka thonë فسمع رجلا يحلف بالامانه ndëgjoi një njeri duke u betu në emanet, pasha besën. Pasha besa është emaneti, është lloj, domethënë përgjegjësie. Ai u betonte në përgjegjësinë e vet, në besën e vet, në emanetin e vet apo. Thot edhe kur u ktheva ka ai e pash se i rrjedhnin syt me lata. I thash më ju pkik. Tha, e pyeta, pse çajte, pse ndodhi kjo punë? Tha, a nuk e ndëgjove ka betohet në besë, në emanet? Ema sami'ta hadha yahlifu bil amana? Thot, a nuk e nive që apo bën? Thot, fala in tuhakku ahsha'i. Wallahi apo. Domethënë, lkura më morriep, derisa ti del ke gjaku që ka, do të ishte më e lehtë për mua. Dhe më e pranueshme se kjo që ndëgjova që dikush betohet ndaj tjetër pas Allahu xhalla xhelalu. Çkëni që shtuja një haram që po bëhet, një të keq që po bëhet, një urën që po shkelet atë. Kjo e mbon Allahu xhalla xhelalu. Pra vazhdim ndëruar të investojmë këtë drejtim, të mësohemi që të na dham kur Allahu i dhërohet. Të mësohemi që të gëzohemi kur Allahu të kënaqet. Të mësohu trajnon këtë drejtim, mësohu, ushtrohu. Investimi në këtë drejtim të bën që me madhnu Allahun subhanahu wa ta'ala. Për asaj që na ndihmon me madhnu Allahun xhallahu ala është edhe meditimi në ligjet e Allahut kozmologjike. Ligjet e Allahut kozmologjike janë të shumta, sikurse janë të shumta ligjet e Allahut xhallahu shariatike. Apo ligji i shariatit, sa ligje i ka, shumë ka. Ligji që ka të bëjë me pastërtinë, me abdesin, me namazin, pastaj ligjet, dispozitat që kanë të bëjnë me rregullat mes njerëzve, martesës, kurorëzimit, vdekjes, vrasjes, pasurisë, shumë ka rregulla. Ligje, dispozita shariatike. Ligjet e Allahu xhallahu ala kozmologjike kanë rregulla që në bazë të tyre Allahu xhallahu ala ka ndërtuar funksionalizimin e kësaj jete. Ka të shumta. Për shembull, sprovosh ligji i Allahut kozmologjik, s'ka çfarë pa ndodhur. Nuk ka njërin këtë botë që nuk sprovohet. Se kjo ligj i Allahut kozmologjik. E kur njëri me dën këto ligje, për shembull, ligji i dyndjes, që Allah ka bërë që këta sherrin me hakun me ushtriyoftë. Apo i forti me të ligun, kjo me këto. Kjo ligj i Allahut xhallahu ala. Dhe në bazë të këtij ligji janë ndërtuar çit shumta. Meditimi i këtij ligji të bën me madhru Allahun xhallahu ala. Që na fatkeqësisht smeditojmë shumë rreth ligjeve të Allahut xhallahu ala kozmologjik. Sigurisht është tash ligji, që tash ligji i rotacionit, të daul. Sot kjo ka pushtetin, nesër ka ai. Sot kjo është i mirë, nesër ai tjetër është mirë. Sot kjo është shnash, nesër ai tjetër është shnash. Apo sot kjo është i disponuar, nesër s'ka dikush që ju ka ndal rrota. Veç mirë ose veç keq. Sinjalet kërkojnë rrota. Kjo ligji i Allahut azza xal. Lëvizja e kësaj rrote gjithmonë në raport me njerëzit. Meditimi i kësaj mes njerëzve e ushqen zemrën e madhëm të Allahut. Kush e ka bëu këtë rrotë me lëviz? Wallahi plot njerëz. Kur të marrin të mirë. Kishim pas shef me keq ka kanë me majta, veç është ka dalë i del pe durve. S'e marrë heqë. Sa njerëz kishin dhon fuqi e keq ka kanë me majt begatin e shëndetit mos me shku tjetër ta thon. Me mujt këtë botën smutë kish lënë veç mos mua. Unë kish më këtë shëndetin kia kish marrë njerëzve, këtë rënë smutë nuk do më nejt shnash. Ka njerëz që me mujt
këtë pasurinë që ka këtë bota, aja kish marrë, i rrëni fukara. Mirë po Allah xhallahu ala se kalon së në nalë. Do kur me vendos, e ka pa atashmo, ja, kada dali merr Allah xhallahu ala bile pa vetë atë. Ligji rotacionit. Një ditë për ty, një ditë kundër teje, një ditë mirë, një ditë keq, një ditë shëndet, lëviz kjo. Kur ne mediton këto zhvillime, që kur sunon këtë ligj Allah xhallahu ala, e ushtron zemrën e vëllai me madhim Allah xhallahu ala. E madhon, e sheh këtë rregull që Allah xhallahu ala ka shpërndarë në kosmos. Pastaj gjithashtu ligji i ndryshimeve. Që ndryshojnë pozitat, që ndryshojnë gjendet e njerëzve, ligji i fitores, ligji i ngavnimit, ligjet shumë të kosmologike që Allah i ka shpërnda, që në qoftë se meditohet rëtyne, me lejnë Allah xhallahu ala ushtje zemrën me madhrim të Allah subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu për asaj që të shumë të janë ato që i kanë problemat, po tjetër që ka duhet është njëri me pas, sot ka mundësi me medituar rreth urtësive të Allahut azza wa jalla, që janë të shumta. Urësia Allah xhalla xhelaluhu që i mahnit vallahi logjikat dhe mendjet e njerëzve. Me çfarë urësie zhvillohet kjo jeta. Ama kush mediton? Sa ngjarje në jetën tonë, për shembull, në fillim s'ke ditë me i lexu, s'ke ditë me i sqaru. Madje të kanë ndonjë këshia. Me kalimin e kohës e ka pasur ç'po bën në vend, ç'është kjo pjellshon vendin diçka fit tjetër, ç'është kjo subhanallahu, tu ka do keq, po të ka zbuluar shumë aspekte tjera që elhamdullah që i zbulova se kish me pas sherr i madh, këtu Allahu çfarë urësie. Apo se ka le e kon dikun e shku dikun ke bu diçka, ke thon diçka, këtu e shes se kanë qenë pjesë e një përgatitje madhore për një zhvillim interesant që ty të ka bu hajra atë. Kush e ka menaxhuar tërë këtë? Allahu xhallahu ala urësinë vetë. Dhe kjo urësi që ka vendos Allahu çdo gjë në vendin e vet. E ushqen zemrën e besimtarit me madhrim të Allahu xhallahu ala. E bën që ta madhron Allahu xhallahu ala madhrim të duhur atë. Për asaj që ulemat e kanë përmend që e ushqen zemrën me madhrim të Allahu xhallahu ala është ato që Ibn Qayyim e ka quajtur muhasabatu nafs, me llogarit vetën atë. Llogaritja e vetes bëhet në mënyrë ndryshme atë. Një prej mënyrave tepër efikase që i përmend Ibn Qayyim rahimullah është llogaritja e vetes përmes krahasimeve atë. Do ka llogaritja e vetes përmes meditimit, llogaritja e vetes përmes veprimit, llogaritja e vetes përmes krahasimeve atë. Krahasojmë çka me çka. Që ndëgjon çka do të Ibn Qayyim rahimullah. Thotë krahasim që e bën njëri mes begative që Allah ja dërgon, mëkateve që robi i bën, edhe afatizime që Allahu ja jep njërit atë. Ja çon begatin dhe robi ja kthen me gjuna. Edhe Allah ja jep afat më përmirësua atë. Krahason. Domthon për begati që po më bën Allah xhallahu ala, sa është dash me myt. Krahasoje. Për shembull, njëri bën krahasime të caktuara për me e vërtetu, për shembull, efikasitetin e një mjeti. Që kjo është shumë i fortë. Pse? 10 herë uron tokës u thy. Don e krahason ose e sjell rezultat për fuqinë e pajisjes ose për domthon cilëtetin e saj me çka? Me ramje. Ura 10 herë. Don krahason se një sentet me para 2 herë i shty. Apo e ky ura 10 herë nuk u thy, domthon është i fortë. E tash, unë që 100 herë po bi, ndo punë caktume, edhe 5 s'po thena. Atë kuptim, jam gjallë, por nëj Allah për me begati. Që një herë me ra, ndryshe, unë s'ja kësha falë dikujt atë. Krahaso vetën tone, edhe në raport me thmit e tu, edhe raport në Allah me ty, bo këso krahasime. Për shembull, ti se ki në dorë rrezikun e fëmijëve tu apo. Asi në tyne, asi ke kriju ti, as kur gjë s'ke botja. Për, do me thonë, ato që ka ata e kanë, ta ka thonë Allah xhallahu ala. Edhe plus asaj, do me thonë, është krije si kurse ti, se ki kur gjë në dorë ti, qka aj ka nevojë për te. Mirë po, një herë me thi urnën tënë, apo, e dënën. Ose dënim dhe për dhejt, ose e privan për disa begative. Apo e ke bon, e s'ka mërë që shto pra. Njerë që shto bojnë, zakon. Punëtorin, e ka bot një shkelje, i e kënë 50 orë për rruga.
Edhe thush, unë punëtorit tem, për shembull, mi thonë punëtorit tem, 5 henditje me thirr, hajde në zyra zvjen. Apo, sa e kësha ikë për rrugën, një muj dit, 5 herë nditje ka shkuat. Do 150 herë kom thirr gjatë mujt, edhe so ardha. Hajde në zyra zvi, hajde në zyra, 150 herë e kom thirr nëna mujt, hajde në zyra zvjen. S'kam vakt, jam në zonë herë. Unë jam shefi, unë po tiri këtu me ardh, 150 herë pa thirr mujt, çai kishë bëu. E kështë rritë rrugën, ja pozitën e kështë bo për i punëtori drejtar, ti e duhet me konë shef. Apo? Po ti me mujtë, atë ndonë, para në që i kështë bo. Ta është bon krasime. Mu Allah më thirë ka 55 anite për të punë, e thëmë s'kom vaktë të zëtë. Qa do të me mbo? Thësh Allah, këbërsaj madrë së Allah gjellë ola. Lëhem me që s'ka nevoj për neve kur gjatën. Apo? Në kjo në kushën zemë madhim dhe Allah gjellë ola. E madhënën për shkak mirësisë madhë që ta bënë. Bankë si krasime. Në jere dikush me ta shkel vine kuqa, sa e dine e kështë bleja, e kështë shpërblyje, ndërsa sa e shkel rubi. A këtëm kërë që begatia Allahut Azogjel, që vije, dhe me kundi që ka konkrete, më pare, ke bo shkelje dhe hala për të rej zemra, hala së të kam ytë. Alhamdulillah. Se kjo e begati. Apo? Oksigeni kujnë është? I ti. E mushtit kujnë janë? Jënë ti. E kusha mundësën kjo me hi këtu edhe me pasë sukses? Aj. Aso kjo begatia? O Allah, begati është. Begatia madhë është. Aj për të begatën vazhdimisht. E ti me qëtë begatit njëtën. Po i thush së në visë jam në zonë, së ndrejsh në zotë njerë, unë i ligëm, ta ka dalë, do të. A i po thotë, unë e di që ti munës se unë të kënë falë, unë di që ti mush me konë maj mirë, ti ka zonë të jo, ti, unë e di ma mira, muna me konë maj mirë. Subhana, Allah këshirat e ka zbrit për neve, se na bjenë të aman. E na i themi që, ta shkejtë së munën, na mi, pa i ka onë që munësh e vlasa, e ka zbrit për që munësh. Ashtë i paramëneje, apo, ti me konë arsimtar në shkollë, edhe e jep mësimin e caktuar. E din që normal është për nxënës. Edhe libri ka 50 faqe që është normal për një nxënës çati niveli me e kuptu edhe me dhon provimin për çat sasi të lëndës që e ka. Edhe më qiu një nxënës me ton ti profesor ai e mirë ti. Këto kush e mëson këto? 2 faqe çaq, më shumë smunone. 2 faqe. Ai 50 i ka caktuar, kë 2 edhe thotë që tonë musha mi bëu. A pratë që kënë zonë, se është nërë me aqit 5, mirë e ki. A nullën e 40 faqe të heqni. A thëtë, jo, Allah së thëtë, po plët njerëz, Allah që shtu i thëtë me Koran, tepër, shumë 50 faqe në Koran, tonë këto obligime, tonë këto sene njerëz, jem në Allah, gjunak, jem në asone e bërëm këto. Ha e ka po, për ty e ka zbit këtë Koran, e ka përzgjidhën më të mirë në mësh, më të letën mësh për ty, edhe apet në i thënë, edhe apet begatën, apet pratë, opet të afatizan, prapë se prapë, të rratë, qëto krasimi kur t'i bujmë, qëfar rezultati në jepin? Ska të tërë posë madhërimin e Allah Gjallahu Ala. Nga se, kjo madhërim nënkupton bujarin e ti të skajshme, nënkupton, ma dje, të pafundme, mirësin e ti të pafundme, mëshirën e ti të pafundme ndaj neve që ka. Në këtu meditime e silën rubin në gjendë të caktuar, ku njëri meditan, edhe kjo meditim të është në kuadrë të logaritjes për mes krasimeve. Edhe metoda tjera që i kanë përmen djetarët të sërat ndikojnë që njeri ta ushqen zemrën madhërim dhe Allah Gjallahu Ala. Epse tema madhërimi dhe të ruar teme madhe. Ulemat e kanë trajtu nga këndet të ndryshme, nga aspektet shumëta. Mirë po, në qësë na e kupton drejt madhërimin e Allah Gjallahu Ala. Dhe e ushqim zemrën tonë me këtu mjete, apo atë ne kemi kuptu dhejt emna dhët el-adhim. Dhe kjo është aja që ka me emna ti el-adhim. Përndaj, me ka që dhe përdu me i dhonë fund kësaj teme, duke lutë Allah në Gjallahu Ala, që të na i ushqen zemra tona me madhërim dhe tia. Që Allah në Gjallahu Ala të bënë që zemra tona as kush mës tjetë më i madhë së Allah në Gjallahu Ala. Më madhështor, as kush pas Allah në Gjallahu Ala. Dhe përbalë kësaj madhështia të rënohen dhe tjenë të pavlashme për neve madhërit e gjdo kujt kush do kofte e.
mburret dhe kënaqësitë kujt do qoftë, na duken thërmia, madje të parëndësishme përballë madhërisë dhe kënaqësisë Allahu xhalla xhelalu. Por kjo mbetet veç teori e kërkuar, nëse nuk shoqërohet me këto kuptime dhe nëse nuk ecim këtë rrugë që na kanë preferuar, na kanë mësuar ulemat tonë se ka duhet me ecë. Andaj merrni këto mësime të nderuar dhe goditni me këto mësime çdo ditë zemrën e juve, që të fillon të zbutet, të bëhet e përshtatshme për ta përmendur Allahun xhalla xhelaluhu dhe për ta adhuruar atë sikurse Allahu ka kërkuar për neve. Allahu shpëlet për vëmendjen edhe për sabrën, me kaq po edhe në fund sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.